Hajde se folim. Përshëndetje të dashur miq, kjo është emisioni i dytë i Hajde se folim në Hisari Online. Aktualitetet e kësaj jave kanë qenë më të lezetshme dhe më pozitive se sa ato që kanë qenë para një jave. Pse? Komplet populli shqiptar këndej e andej Morinës, e besa edhe në Lirid, po edhe në Evropë dhe më ato në oqeanit, e kanë pas një lloj entuziazmi edhe kënaqësie që e jep veç sukseset e djemve të Shqipërisë edhe të Kosovës. Po konkretisht kësaj radhe dardanët tonë na kanë nderu me një fitore të madhe në Slovaki, gjët të cilën e boni Slovakinë me njoft Kosovën, kushtimisht pa tham, masi s'na njohin kështu, bile gollat se kanë qore pa na një. Ajo fitore na boni me ndru që ne kemi me qenë pjesë e botrorit të këtij viti që mbahet në Amerikë, Kanadë dhe Meksik, dhe pati një mobilizim të jashtëzakonshëm prej gjithë shqiptarëve brenda territorit të Kosovës, prej shqiptarëve nga Mëmëdheu, prej Shqipërisë, prej Iliridës, prej krejt Evropës dhe matane qanit dhe prej Amerikës që kanë ardhur dhe kanë zbarku ditën e martë në Prishtinë. Veç futbolli dhe sportin përgjithësi e ka fuqinë që këtë popull me largu pak prej realitetit dhe monotonisë që na japin politika, çmimet, fukarallake besa edhe komplet budallaki tjera që na rrethojnë kacillën. Përveç Kosovës, një paraqitje solide e ka pas edhe Shqipëria, mirë po u eliminu me 2 epizode pak makabre, mund të themi të Nedim Bajramit edhe Stavropoulos, mirë po gjithsesi djemve duhet mi u dhon kurajo, edhe në rastet kur eliminohemi, duhet mi u dhon ma shumë përkraje, se bashkë atëherë të vynë përkraja, e jo më qu me i gozhdu, e besa dhe me i shoh, me kërku me largu trajnerin e gjona tilla, sepse ato e di që tifoz, edhe unë jam vetë tifoz, jam pak tifoz, edhe nuk më i ka njerë edhe mi përbi disa gjona, mirë po, na duhet me pas përkushtimin edhe dashnin për kombin. Pjesa tjetër, cëlla menoni që ka qenë krye fjala ma e madhe dhe fjala ma e përdorën javën që lëm pas në Kosovë. Ko është tjetër? Bileta. A ki bilet, sa bileta i ki, sa po ma shet biletën, mos pahiri ki gjetë bilet. Kjo alu dohet në ndeshën Kosovë-Turki. Këtu ka ndodhur një realitet, për cilën dojmë me pranu, që asna nuk ishëm fort burrat mirë kur për na vike me pas diçka ndorë, se na mësum gjithë me thonë, kur shkojshëm me këshur Shqipnin, kur po shkojnë atje, po na ishisin biletat ka 200, ka 300, biletat e 30 euro, 20 euro, sa janë ato në Air Albania. Sa po menoni që janë shit biletat në tregtësi në Kosovë? Bileta mas gollit është ble 10 euro, është shit minimalisht 300 deri në 500. Bileta në lindje është ble 20 euro e është shit dikon relativisht një mesatare 700 deri 900 euro. Në perëndim është dashur 2 rroga pune në Kosovë, mi rezervu për me ble një bilet nëse pahiri ke pas qef ose të ka rënë dorë. Do më thonë, ka pas raste kur janë shit 1200, 1300 euro, kurse për VIP nuk po folëm se asnjë tifoz normal që është që nuk i përket ndonjë funksion publik, nuk shkon VIP me këshyr lojën për mendimin tem. Ato edhe nuk më ka interesu as mi këshyr se sa qysh tek. E kam pas çmimin në tregun e zi. Krejt çka kena mësu për kësaj situate është që shoqër që nuk kena deti si në Shqipni, se po mdoket që edhe Coca-Cola ka 10 euro e kështu qita det. Mos flasëm për pija alkoholike, birra e gjona tjera. Çka kemi pas tjetër, diçka interesant? Apo reagimi i disa shqiptarëve për pritjen që është bo Turqisë dhe tifozëve të saj në Prishtinë. Unë nuk kom pa që ka pas diçka, kanë këcy, kanë knu bashk, madje disa prej kafeterive u kishin ofruar edhe çaj edhe kafe falas tifozëve turq, me pretekstin që ato i kanë pagu në vitin 1999, nuk kam kur gjë kundër kësaj pjese, po mu çka më ka shqetësuar më shumë është
Pse ju keni bo presion me fishek zjarre gjatë natës? Kjo është anglisht thojnë a taste of your own medicine. Turqet këtë farpune e bojnë prej që këqyri futbol. Gjdo ekip ndaq skuadër që shkon me luajtë në kompeticionet evropiane si Liga Kampionëve, Europa Liga, Conference Liga, po edhe kombëtarët kur shkojnë me luajtë me Turqinë në Turqi, pritën në formë tillë. E kena rastin më të freskët, Liverpoolin me Galatasarayin, pi 12 vetë natës dek te erin sabah, tifoz të Galatasarayit i ka nejtë te hoteli Liverpoolit. Edhe në fund, rezultati final ka rezultu 1-0 në favor të ekipit vendas, pra Galatasarayit. Na nuk e halos se kena mrija të pjekurin që kundërshtari nuk bën bashkë me krebre, nuk kanë ardhur të për balet. As nuk kanë ardhur me xhiru naj film, besa as shfaqje me na dhuru Fadil Vukri. Nuk ka pas naj stand-up komedia diçka. Ka pas futboll. Futbolli në vete, sidomos kur është finale ngërthen luftë. Duhesh me luftu kundërshtarin me krejt format që i ki për me mujt me mbri rezultatin që ti dën. E rezultati që na kena dashur ditë nuk u kon i vogël. U kon kualifikim, kemi kërku kualifikim në Kupën e Botës për herë të parë në histori të vendit. Edhe turqit atë ditë u dasht me i luftu, kushtimisht po tham. Thojza me çdo mjet edhe formë që kena pas në dorë. E çka kena pas në dorë, me i dekoncentru. Besa dhe me i fishlu në stadion, se aty qysh thash edhe më herët teatër nuk jena konë. Kundërshtarit do të në çdo formë u qit prej Kolosekit, sidomos kur është më i fortë se ti. Na e dina që kombëtarja turke ka vlerë pak më shumë se sa ajo e Kosovës në aspektin individual të lojtarëve, të cilët i posedon edhe ku i luajnë, çfarë klube i luajnë në Evropë. Kështu që kur të na vjen edhe një rast tjetër, mundësisht te biletat kallzonu pak më njerëzore, se dikoj na e ka merr ndoshta zhegat natë me qenë aty, ku me dita e prit ose prit edhe një rast tillë të Kosovës, po nikosisht është edhe një thirrje edhe një kombane fundit për institucionet e këtij vendi që Kosovës me adhon sa më parë impiontin që e ka hak një përfaqësuese që është përfaqësuesja e Kosovës. Thuni edhe kombëtarja e Kosovës, qysh keni qenë se ta na po kapni, jo pi thu përfaqësuese, jo pi thu kombëtare, qysh doni thuni. Është ekipi nacional i Kosovës. Ndash ty përfaqësuese, ndash ty kombëtare, ndash qysh ta kish qefin thuj. Mirë po, veç mos bëni shumë hajgare me punën e biletave. Nëse si ka hi e be më shit në Fadil Vukri një bilet 1.300 euro. 1.300 euro janë ty rroga të dashur zonja dhe zotrin që keni abuzu me këto punë. Po unë besoj fuqishëm që dikush ka mu marrë me këtë farë dukurie kaq negative që ka ndodha det. Po, këtë që ka në mbetet është me thonë Forca Kosova, Forca Shqipnia në eliminatore tjera për Euro 2028, besoj fuqishëm që shqiptarët kanë mu përfaqësu prej dy ekipeve, edhe Shqipnia, edhe Kosova, kanë me pas fatin me qenë në Euro 2028, edhe dalim ta pushtojmë Evropën, që është në kohije, edhe të kallëzojmë prej kajit vim, edhe qka dim me ufru, edhe qfar spektakli dina me dhuru. Një pjesë tjetër shumë interesante pas ndeshjes Slovaki-Kosovë, kanë qenë disa montazha, ose ma thonë ma mirë do shkrime të realizuara me inteligjencë artificiale, që plasi cringe pastaj në rrjetet sociale, që shkena qef na pa verifiku kur gjë, veç me bo share. Një ndërto është që kjo. Dhe me thonë, para ndeshjes Slovaki-Kosovë, një pëllet Slovak i afrohet tifozit ton dhe e pyet. Pse ka që të zjarët, aq interesim të madh dhe pse po veni kaq shumë në për stadiume në për Evropë? Jeni vërtet të çmendur. Tifozi kosovar kështu përgjigjet me qetësi. Miku im, ti shtetin e ke fituar në tavolinë duke nënshkruar me stilolaps. Ndërsa unë për shtetin tim kam dhënë 2 vëllezërit dhe babin tim. Ky pra është dallimja dhe dashurisë mes teje dhe meje. Nesër presi fitore ndaj jush. Mane se krejt për dina që është inteligjencë artificiale. Përveç është një gjenerat që me thonë 40 plus në Kosovë që ende s'kam s'po mbrin
mja u perceptu që është e ndresht me AI. Mëni për kështu, mëni se valojt, qëre, nuk pjo ka hije. Unë e di që plët njerëz, jo veç ky tifozi fiktiv që ka realizu këtë postim, kanë dhonë, na kanë dek vllazën e motra, e nana, e baba, ky vend ka dhonë shumë për këtë tokë, po kësi farë cringe brën mas lojëve të futbollit, atë, sidomos e kena qefin me bo me këto shtetet mos njohëse. Mirë, mandej ka vazhdu ironia me këtë shkrem. Njoni prej tyne është një shok i jemi, Shpendi, që nuk ja u ka do me thonë këtë farë pune, pas që ati postimi. Është që kjo fotografi, ku shihen disa pëllet slovak në shoqërinë e disa pëlletësve tonë, foto e kriju me inteligjencë artificiale, dhe mbi shkrimin që ja ka bo Lila për ironi me postimin para prak që e lexova, është pëlletësët slovak nisën drejt Prishtinës për të përkrahur Kosovën në ndeshjen kundër Turqisë. Nuk mund t'i harrojmë letë ta njerëz, ta njeri. Na e morën zemrën në Bratislavë. Problemi është që kjo foto i ka morë dikun përmi 1000 reagime tek Shpendi në Facebook, edhe nuk e di sa komenti e sa sheri, shpërndarja, është që t'u menu që për një me pëlletësët slovak që kanë qela det në stadium në Bratislav kanë ardhë Kosovë për këra Kosovën, shkaku e asaj historijës më dhëngjyese që ke me pëlletësët në Slovaki. Përveç kësajna, një montajë e lezetshme për balljet titanësh, Kosovë-Turqi, dhe janë dy akterët në foto, Sabri Fejzullahu edhe Ibrahim Tatlisesi. Para venole do me thonë deri ku e kanë që për balljen Sabria kundër Ibrahimit. Na kete dira që Sabria është favorit. Sabria për Ibrahimin është si Real Madridi për Prishtinën e reja, për kikën e Ogoshtit, ako ta di mos përmeni ekipe se prekën të fës bësanaj. Mos ma krasën jashtë në Sabri me gjithë kanë. Një tjetër fotografi e gjeneruar me inteligjencë artificiale është një tifoz që në shpinë banë flamurin e Kosovës, duke pastru stadiumin në Bratislavë. Mandej e njëta foto është marrë dhe është përndo prej qindra mira njerëzve në Kosovë, besa dhe disa portale, cëllave është ma mirë mi o thonë portale, sepse nuk kanë gjëtë bojnë me gazetarin, lajmin, të vërtetën dhe realitetin. Kësaj fotoja kam bashkangjit këtë përshkrem. Polici Slovak poston foto nga tribuna e pastruar nga tifozët e Kosovës pas ndeshjes. Qfar gjesti, shkrua naj. Postuar nga Filion Fisteki. Tut le monde. Qërë dhe me thonë, kjo garant është në japonez, që mas në lojës që e kanë pos ku ta di o leku, unale dhe ka pastru stadiumin. Pak ma shumë për dërë në trunin, këshërni, verifikoni pak lajmet para sa me bo shërë sa njerëzit, përveç ironisë që janë të përdorë këtë ditë me ata që po binë prej e këtyne, ka tendencë që do gjona mi paraqit në publik edhe si të vërteta. Deri në emisionin e radhës, ju le të përshëndjetur, aktualitetet inshallah plasin këtë javë, fatkeqësisht kena mu kthy prap tek tema presidentit. Sonte kemi mësafer Arbenet Beqirajn, garues i garave ekstreme me motor nga qyteti Soharekës. Arbenet, mirë se ka ardhë. Përshëndetje, mirë se veçeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që i bashkangjit në njënin për emisione më të reja të Hisarit. Arbenet, për fillim, apo na kallëzon qysha ke nis mu morë me këtë sport, për mu është ekstrem, për ty mërë të më konë shumë i qetë, normal, mund është me qetë vetën, me ekstresin aty, mirë po, thuaj se për shumicën e popullatës është pak ekstrem. Është sport ekstrem, sport i vështirë i rrezikshëm. E pata fillu si hobi, në familje kemi pas kështu si familje hobi me dalë në natyrë, më shetit me motor.
Pastaj e bleva një motor kështu me kuar, një motor më të ri, unë njoftova me disa shok të klubit të Honda Motocross. Fillova me provu garat edhe kështu vazhdoj. Do me thonë, për me ke fillu në moshën 20 vjeçare. Kam fillu me gara. Me gara. Po. A me vozit motorin rreth moshës 12 vjeçare. Okej, do me thonë talentin e pas ke shpreh goxha herët kur ke qenë shumë i ri prej moshës 12 vjeçare për motorin. Po, jam marrë motora për moshës 12 vjeçare. Okej, në rregull. Sigurisht që një sport i tillë kaq ekstrem ka edhe sfidat edhe vështirësitë e veta. Është evident ajo punë se non-stop dosh me pas ndoshta një përkujdesje më të madhe edhe për mjetin garus. Apo na kallzon çfarë sfida dhe vështirësi ke pas për gjatë krejt këtyre viteve se mandej dalëm edhe te sukseset, është problemi i mërri sukseset që i ke mriti pa pas dikon që të përkrah. Po, ashtu është sfida ka mjaft shumë, ka vështirësi se është pjesë e sporteve ekstreme, ka ato rreziqet e veta. Po, kur e bani sen me qef dhe dojnë atë sport, tjerat, po tash do i falenderoj Zotit që ne ka dhënë shëndetin, të pas kujdes, kem pas lëndime, kem pas sfida, po i kemi kalu. Shqyqër Zotit kaluese. Mirë shumë. Kush ka ndihmu mas shumë ti gjatë krejt kësaj kohe për garat? Ke pas ndonjë sponsor që kuptohet, fillim ka qenë shtyllë mbështetës kërthur, ka qenë familja. Pastaj kur jam njoftu në klub, shoshnia e klubit, me mundësi financiare vetanake, kanë përkrah jashtëzakonisht shumë, cilët i kisha falenderu shumë të Honda Motocrossin klubin tem. Pastaj me kalimin e kohës, unë njoftova me disa biznese, po në të e pa suksesin tem, kam përkrah mirë. Sidomos bizneset e Sorekës. Më thonë, bizneset lokale kanë qenë një dorë shtesë për ty gjatë të në viteve. Shtesë mirë për mu. Sa është një sport i kushtueshëm, ka kosto të madhe. Për gjata e ceka adhen që është goxha kosto, mi mbrit që ato suksese që i ke pas ti për gjatë të në viteve, vynë goxha mjete financiare për me arrit. Sidomos me u marrë me gara, duhet me qenë për ditë motor. Do të me bënë si profesion, në ashtu e kam si profesion, se ly përgatitjes madhe fizike. Full time punë. Po, me di që ki ushtrimet për ditë, me dalë mal, me ushtru në pista, pastaj motorin është shumë i kushtueshëm, pjesë që dëmtohen, ka prishje të malës, ja për gurën, e për malën, ka prishje fizike. A na tregon paka shumë për sukseset e tua që i ke pas edhe në sferën vendore, në Kosovë, po edhe ato ndërkombëtare. Na fol pak më shumë për eksperiencat e tua, si vendore si ndërkombëtare, kallzona në të një edhe xhamati pak më mirë për sukseset e tua, në të njoftohen me dikon që përfaqëson vendin tonë në këtë sport. Po garën e parë kur po ta hyj në vitin 2020. Nuk ja kisha as ide se çu shkon gara, se më thon drejtën na këto shumica e sportista në Kosovë llojin e këtij sporti janë si hobi, si edhe nuk kena ndonjë trener apo diçka që adekuat. Kena shku në pistë, kena ushtru bashkë me klub, me shoshni, erku agarës, unë isha koni parit, u prinjas, se kom pas ide në cili jam as. Përfundova agarën, ka qenë viti 2020, mas pandemijës kampionati i llojit garave enduro, në 3 gara pa ta dali pari, kategorinë hobby. Okej. Pastaj me në vitin 2021 kalu në kategorinë profesionale. Po. Ku janë garës të përgatitur profesionalisht. Është pista më e gjatë, më e vështirë. Edhe atë vit u shpalla kampion në sitin në klasën e enduro të motociklizmit. Mirë, kur që kjo periudha tranzitore prej garave për hobi në ato profesionale, a ke pas ushtrime me dikon profesional të fushës apo prap ke vazhdu veç me vetën me punu? Kom punu me vetën, po kom punu edhe me dy shok me që i veçaj pak ma shumë, është Meritoni dhe Valoni, Meritoni Regjaj dhe Valon Seqiraj. Sidomos me Meritoni kena ushtru shumë edhe i kom marrë ato teknikat tuja që jam kryesore në lidhje me këtë sport, po edhe kom punu vetë shumë. Jam përkushtuar shumë edhe pastaj u pa suksesin vitin 2021. Kom arrit me poshtë garës tuaja që kanë qenë nivele profesionale që me përhuaj 10 veçare.
Mandej në vitin 2022 dhe 2023 prap ke Po. pas performanca të mira. Vitin 2022 jam shpall kampion kategoritë në llojet garave MX, ato Okej. janë zakonisht bëhen vetëm në pistë, jo kështu në male me gurme. Mhm. Në vitin 2023 na prap kampion të gara të tjera enduro, 2024 ashtu, 2025. Jam Për që sa 5 vite komujt thuaja për sa kampion. komujt me vret për gjatë hulumtimit që e kom po në internet për ty, i kom po edhe disa gara jashtë vendit. Po. Më ka bo shumë përshtypje një garë që kanë qenë vetëm një migarus për krejt botës nëse nuk ka bëj, Po, ma shumë gara se Red Bullit, edhe ke përfundu dikon në doget në vendin e 75. 5. Kalzona ma shumë për që eksperiencë, ku është mbajt, që shi ke pas mundësit me u qas atë, kush ka sugjeru me shku atje. Po atë garën e kemi përcjellë më herët në përgjithë sociale, kemi njohur si garë, sa është për gara më ekstreme në botë më e vështira. Mbi 1000 shofera shkojnë aty e sfidojnë veten. Po nuk ishte probleme me viza, me financa, me sene. Po. Shkon të rregullu sanet, të na përkra bizneset. Shku me provu atje Në cilin vit ka ndodhur kjo Red Bullit? në 2023. 2023, okej. Edhe në 2023 kom arrit medali 7 e 9. Okej. Mbi 1000 disha shofera. Po nuk e kishmi atë idenë se qysh tamam çka pritet të hera parë. Normal. Po, Eksperiencë e po, re, eksperiencë e re, nuk po- keni pas synime konkrete. Aty e kena për kuptuar ato që gara. është garë shumë e vështirë edhe është me kualifikime. Ja. Njerë dita e parë, dita e dytë janë kualifikime, ndërsa ditën e tretë është gara finale. Gara finale. Vetëm 500 shkojnë finale, Okej. po sa më shpejt që jenë ditën e parë, ditën e dytë në pistën numër 1 që është pista e parë, ashtu kualifikohesh për start për ditën e tretë. Okej, do me thonë ti ke kalu me sukses 2 garat. Po E, 3 dy herë, gara 3 herë gara. kam marrë pjesë. Okej. Kom pas të lashe pak me motor, me defekt, po kom arrit një rezultat mirë. Tash po e dim çka duhet atje, po duhet trajnim jashtë vendit. Duhet me pas një trajner adekuat që mirë Ndërkombëtar. Po, ndërkombëtar. A ke Se- arrit me gjet, me rënë kontakt me dikon? Me gjetë kemi gjetë, po është puna probleme pak të financat, se po kushtojnë shumë. Dhe po duhet na jem shqiptar, po do me menu pak edhe për familje, për Normal, kuptueshme. Se Po duhet nuk, pak mo- nuk është veç, mu nuk është veç përkushtua kjo punë. te puna të dosane tjera. Për jashtë motorit, do me thonë me çka mirë është tjetër. Për momentin e kam një biznes vogël familjar. Okej. Pak e kom lidhë edhe me sport, kam doksi katërrotësha motora me Po, me renta, mirë shumë. kështu. Po Për e shfrytëzoj. gjatë periudhës kohore, sa po mundesh për shembull me imbulu të dy anët, edhe anën e biznesit familjar që e ki, edhe Po. anën e qefit një me motor, po jo vetë qef se tash kjo është edhe profesion. Ti kur më rrin me respektu mirë thash, edhe me respektu vendin ton, tu përfaqësu, po edhe me përfaqësu vendin për gara kaq prestigjioze ndërkombëtare, domethënë vim për kushtim shumë i madh. Qysh po mënesh më dal? Tregova për me pas sukses duhet me bën këto vetë si punë, profesion. Çdo ditë me marrë motor. Po e gjej kohën ka pak me ushtru, se biznesin tash e kam hap nuk i ka ende një vit. Okej. Pak o të pengu për me u marrë me gara me sene, po Okej. Po deri besoj të po që vendin e do t'ja- vet edhe po, ai. besoj që ja dal. Për gjatë këtyre viteve në VM që jemi, për shembull, po edhe vitin aktual 2026 për derisa po flasim, cilat janë synimet e Arbenitit? Këtë vit më shumë kom pas dëshirë, kam plan me u marrë më shumë me training, me disa trajnera të huj. Jam të i prej disa oferta për tyne, Okej. edhe po shpresoj që A kemi me të pa gara dikon si vjet? po. Kur mbahen, Kemi kur janë gjashtë- para pa me më mba? 6 gara i kemi që mbahen rregullisht, 3 janë të llojit e mix, Okej. 3 llojit e enduro. Mbahen Po, në Kosovë është Federata e Motociklizmit që organizon bashkëpunim me klube. Për ata që nuk e njohin pak a shumë këtë fushën e ju, në cilat qytete, në cilat terene mbahen këto gara? Mbahen në Suarek, në Pej, në Shtime, në Prishtinë. Është një garë shumë e mirë që është bo mediatike ko gja shumë. Okej. Kam punu shumë ata djemë që kanë e gati. Ka pas garos të nivelit ndërkombëtar që janë top 15 të botës. Do me thonë kanë orë dhe prej jashtë Kanë në orë gara 5 tona. Spanjës, 5 Austrijës. Qysh Janë është garos raporti? top 15 top 20 të botës. Qysh është raporti i tyne që vinë prej jashtë me juve këtë?
Raporti është shumë i mirë, po derisa vinë janë pak ftofshëm. Në moment që rrinë ata me neve dhe kuptojnë se çfarë njerëz jemi, ju ndryshon sjellja komplet. Edhe çdo sportist që vjen prej atij, pa më parasysh edhe që kjo është me rëndësi se sporti është ambasadori më i mirë në cekit gjithë sa herë të mbja raste, unë jam adhurues shumë i madh i futbollit, edhe besoj që gjitha sportet, jo veç futbolli ose basketbolli, këto që janë pak më me renome, me emën, po secili sport e ka impaktin e vet në një shtet. Aq më shumë në një shtet vogël sikur na që jemi, edhe që jemi edhe shtet relativisht i ri. Në 2008 nëna pavarësua dhe njerëzit ka plot vende edhe shtete që nuk na njohin ende. E përmend edhe garus spanjoll, domethënë që vinë prej Spanjës. Cila është përshtypja tyne se unë vet kam qenë në Spanjë dhe është një lloj miksi i mendimeve që i kanë për neve. Po shumica aty në mendojnë që këto është pak vende si diçka i zëm me probleme me, po kanë këto kanë po njerëz që janë shumë sjellshëm, shumë kulturuar edhe ata punin shumë clear ku po dalin apo diç me neve, motora, po i presim shumë mirë. Edhe shumica e sportistëve që janë një herë nuk kanë lënë veç një herë, çdo vit kanë ardhur ja. Ja kanë bërë sikur traditë me ardhur çdo vit. Është kriju një lloj tradite edhe ata që më ardhur çdo vit në Kosovë. Po si lloj turizmi e lajnë gjithmonë kalendar të vitit edhe në Kosovë më marrin vizitë. Mirë shumë. A na i thu disa fjalë për gjithë ata që janë të interesuar për me i ndihmu këtij lloj sportit, por edhe për talentet e rinj që mund mi pas qefin edhe Marokun sikur ti, por që ndoshta pak është ona financiare, pak është ndoshta edhe frika e një sporti shumë ekstrem, qysh i kisha motivu që me një kondrën e tyne, me një qefin e tyne. Problemi më i madh është aja financiare, që përmena më herët, me thonë drejtën shteti mundë të më shumë, nuk janë të na përkrahë sa duhet, më tregova që ka shpenzime shumë lloje. Po. Ka vetëm motorin me ble, me pas një motor të ri, çdo vit me pas motorin e ri. Vish motorin me ble është 12.000 euro. Dhe ai motor për vitin e ardhshëm nuk është gjendje më me hingare. Pastaj duhet të motor për ushtrime, duhet pjesë pajisje që shpenzohen. So munduhet federata me pas qasje korrekte me juve në këtë raport. Tjena sinqert ashtë, po flosën pa dorë, edhe hem një emisioni të është hajtë se folim, ju thëtë dhe federata hajtë se folim juve. Vallaj federata në kanë qëllu dhe shokë tëna aty të na pak po na vje kërë se nuk janë të punua sa duhet në lidhje me përkrahje sportistëve. Edhe mendoj që mundësin për fjallën për stilin për disiplinën e motocrossit, asnjëherë nuk ka më mirë koha se tashtë. Për me pas talenta më shumë se tashtë. Kem bo kërkesa, kem bo disa herë që po. Relativisht goxha i ri 25 vjeçar, ka matrisë ti që janë entuziasta që shtu sigurt me suksese të mëdha. Shumë ka talenta të ri, se po i talent duhet normal sa më i ri me qenë motor. Normal. Suksesi më i madh. Edhe suksesi është më i madh, koha përgatitjes është më e madhe. Po i kisha bën apel të federatës së shtetit në përgjithësi Ministrisë e Sportit më na përkrah më shumë. Kemi nevojë. Kushdo që deri ku më rrinë me ardhë kë emision edhe kë mesazh i Arbenitit, unë ju bëj ftesë domethënë që me pas një përkushtim më të madh ndaj rinisë tonë. A kem djem të rije, qika të reja në për sportet ndryshme, në këtë rast edhe në sportin e motocrossit, që kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë me unë dikush afër për përkraje qoftë institucionale, qoftë edhe financiare, që është më e rëndësishme. Kështu që me përkrajen e duhur, besoj që edhe sukseset kishin me konë edhe më të mëdha. Se është edhe sport ekstrem, është jeta në rrezik. Normal. Tanë mos më vlerësu është pak dikush që është në gjendje për një përfaqësim dinjitoz të shtetit me rreziku edhe gjojnë më të shtrejtë që ka jetën e vet, atëherë duhet me pas edhe një lloj përkraje dinjitoze dhe adekuate, qoftë prej strukturave shtetërore, qoftë prej atyne lokale, federatës, por edhe bizneseve, qoftë lokale, qoftë në nivel të vendit, kanë hapësira për me bu ma shumë. Për gjatë tyne 6 viteve me gara, Ervenet, në tregove që e kom pjesë të tereneve goxha ma problematike,
Cili prej tyne është më problematik i ku të ka ndodhur ndaj aksident ose që ke pas të lëndime pak ma serioze që të kanë pengu, të kanë shti me u distancu për një kohë deri e kthy prap. Ka pas rrëzime, ka pas fide shumë, po zakonisht terrenet që janë më të kadalshme që janë me gur, me këto, aty kena më pak rreziqe. Zakonisht rreziku më i madh është shpejtësia. Po ajo që do në këtë sport është me pas vëmendje, me pas fokus 100%. Mu me cek një rast. Sekundi lu në rolën. Po, mu me cek një rast, jam konë të vozit mrapa një shokut, rruga ka qenë shumë e gjonë edhe si livadh. Edhe rrota mra me tina ka tërhek një guri për pjetë, një guri ka gjatë madhe. Edhe unë e këmë rrogë me rrotë parë, po dikon një 60 orë, 70 orë bese që jam konë, edhe kumet pa vedije për një kohë. Më thonë, ka rezultuar aksidenti me humbje të vedijes. Po, me humbje. Ajo konë diçka që bashkë kur e lansh në zgjona, bëdi që Po. rrota mra me ti e ka nxjerr një guri dhe rrota e me parë ka godit. Edhe Ajo konë ka rezultuar me rrëzim. Shumë e çuditshme, po me rrëzim që me pas kujdes në çdo moment. Edhe Sa kohë të ka marrë rikuperimi total deri ke marrë veten e kthy prap në po ka desh me shku pak te mjeku për emergjencë. Ka rasti sa herë për emergjencë po. Emergjenca mund të bëkon shumë veni i frekuentuar prej sportit që bëni jo prej antarëve të sportit juaj, po do të thonë a ka zgjat me muj faza rikuperuese? Ka qenë me ditë pak diçka. Vedijen e pa të për pak minuta, për një 10-15 minuta. Sa nuk e ditë çama ku jam, ka ushtrua. Shqyr që e ke kalu edhe atë pjesë. Se këto lëndimet e vogla besoj që ato i kene pjesë të pandashme të secilës gare. Po duhet me pas kujdes, pajiset me i përdor. Edhe kaluse. Benet, unë të falenderoj shumë që ke gjetë sot kohë me orë dhe me në nderu emisionin e dytë të Hajde se folim në Hisare. Po besoj që nëse nuk e kina i mesazh ekstra për rinin e këtij veni, sidomos që është e apasionuar pas motocrossit. Rinisëve që ka dhënë më shumë me humor me sport, me pas kujdes, sidomos tash është koha pranverës edhe kemi po këto ditë ka pas shumë aksidente. Me vendos helmetën, pajisën, mbrojtje, se helmeta ta pështon jetën. Është një prej gjonave kryesore në motor, e që shpesh, domethënë edhe na që jemi pjesëtar të komunikacionit me vetura, e shohim që shumica prej tyne, nashta u shpreha keq, nashta nuk është shumica, po goxha një pjesë dërmuese nuk i ka as helmetën as pjesë tjera. Po edhe veturat duhet pas pak kujdes, me respektu motoristët. Sidomos këto motorat që janë të asfaltit, në asfalt që dalin, se nas nuk kemi të bajmë shumë me rrugë. Na zakonisht me mal me pista. Me pas kujdes se është shpytje jeta e njerit. Atëra për fund dëgjoj një fjalë të Arbenitit, është njëri kompetent edhe përkatës për këtë punë, po edhe ju që jeni të njëjtës sferë sigur Arbeniti, e keni edhe për detyrë, po edhe për obligim me rujt mos pari veten, se aksidentet ndodhin shumë lehtë dhe kushtojnë me jetë në rastin më të keq, po mandej mbetet edhe një mërzi e madhe tek familja. Nuk është nevoja me mërzit as familjen as kërkon tu e që ku është helmeta, shumë thjesht e vënon edhe dali sigurt, edhe nëse ndodh diçka, sigurisht edhe pasojat janë më të vogla. Arbenet, faleminderit shumë për kohën edhe mundësinë. Rënofsh. Inshallah ki suksese shumë të mëdha me vazhdimin e kohës, inshallah kemë pas përkraje më të mëdha, qoftë për institucioneve, qoftë për federatës. Shpresoj që herën tjetër kur takohemi edhe me suksese edhe me tituj edhe më shumë, edhe në nivel vendor edhe në ato ndërkombëtar. Shpresoj inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit. Naci.